Ky është një nga vargjet që ti do ta kesh në jetën tënde, vare në frigoriferin tënd. Shënoje e diku që për të ditur kush është që të flet në jetën tënde. Të flet urdhrimet e atij ligjit? Jo. Përse do ta dëgjosh? Dëgjon dikë që masandaj të çon në palishmëri, po të flet për sabatin, për Pashkën e vërtetë, për festat biblike të tjera, që janë urdhrimet e tija, që janë një shenjë për popullin e tij që është në beslidhje tashme, sepse ai që hyn në beslidhje ka pranuar që ligji është i vërtetë, i mirë, i drejtë, i shenjtë, dhe më duhet për disiplinizim tim dhe e përdor si duhet. Dhe është doktrina shëndoshë që ti të njëjta thot aprazi, që një person mund të jetë panjolla. Le ta shikojmë si mund të jemi panjolla. Panjolla. Çfarë do të eci? Për të qenë panjolla. Ishte qingji panjolla, vlla motër? Si eci ai? Shumë janë larguar tashmë sepse kanë folur disa gjëra që gudulisjet largohen masandaj, sepse ka shumë mësues që kanë zgjedhur si farisinjtë, si judenjtë, si çdo lloj denominacioni sot që shikojnë duan atë. Mbaj, por nuk është mirë me ty në atë ditë, sepse ata që po të mbajnë peng për shpëtimin tënd, të thonë që ligji është hequr, hiqe ligjin. Ja po heqim. Luma i njeri që ka një rrugë panjollë, dhe kështu mësohet sot. Pjesëmëria. Pa dhe në kuptueshmëri fjalëve. Luma i njeri që ka një rrugë panjollë. Unë e kam panjollë. E ti ti? Por si detajet, vargjet, përkatëse, si ndodh një person mund të jetë panjollë. Dhe vjen detajet, dhe ti vetë i shikon masandaj. Si stashë, 5 librat e parë, shikon fjalët e urta, psalmet, që është ligji tia. Profetët të japin profecitë por të japin profetët në të kohë që të japin dhe mënyra si praktikohet urdhrimet e atij ligjit. Tregon moralin e shëndoshë. Profetët që në këtë rast mos ndoshta kishin ndonjë moral tjetër ata? Mos ndoshta ata do ringjallen prej Mesias tjetër? A nuk është Mesia i njëjtë sot të dije dhe për jetën? A nuk do ringjalli dhe në këtë rast Ananianë, që ishte njëri devotshëm sipas ligjit, apo apostullin Shaul që e pamë, që gjente kënaqësi në ligjin e Atit? Abrahamin që tregon identitetin e tij, që ecte me ligjin e tij në Zanafilla 26:5?